Partia Demokratike ka propozuar një sër ndryshimesh në rregulloren e Kuvendit me fokus kryesor i shikimin e mënyrës së funksionimit të strukturave parlamentare dhe trajtimin e masave disiplinore ndaj deputetëve. Dy nga mendimet kryesore lidhen me sekretariatin për procedurat, votimet dhe etikën, organi që vendos masat disiplinore në Kuvend. Partia Demokratike kërkojnë që përbërja e tij të ndryshohet nga struktura aktuale me shumicë mazhorancës në një formulë të barabartë mes opozitës dhe shumicës, duke supozuar një sekretar dhe 5 anëtar me përfaqësim të balancuar politik. Gjithashtu, opozita kërkon që në rast ankimi të masës disiplinore nga një deputet, zbatimi i saj të pezullohet deri në shqyrtimin përfundimtar nga byroja e Kuvendit, duke synuar sipas saj garantimin e një procesi më të drejtë vendimarrje. Një tjetër propozim i rëndësishëm lidhet me oraret e zhvillimit në seancat plenare. Partia Demokratike kërkon që seancat të mos zgjasin përtej orës 22, duke parashikuar ndërprerjen e tyre dhe vijimin në ditët pasardhëse në orën 10 të paradites. Në paketën e amendimeve përfshihen edhe kërkesa për barazi në numrin e stafit mbështetës politik mes dy forcave kryesore parlamentare, si dhe rishikimin e organizimit të komisioneve, ku PD-ja propozon ndarjen e komisioneve për Europën dhe punët e jashtme në dy struktura të veçanta, siç ka qenë më herët. Opozita kundërshton gjithashtu propozimet për shkurtimin e kohës së fjalës së deputetëve nga 10 në 5 minuta dhe për shpejtimin e procedurave për aktet që lidhen me integrimin evropian, duke kërkuar shqyrtimin e tyre sipas procedurës normale parlamentare. Ndërkohë, Partia Demokratike kërkon që drejtuesit e institucioneve të pavarura të vijojnë të raportojnë në seancën plenare dhe jo vetëm në komisionet posaçme, siç është propozuar në disa nisma të tjera, duke argumentuar se kjo garanton më shumë transparencë në Kuvend.